që t'jem e sinqert fare, ajo ishte mbledhja e parë e konstituimit dhe pritej që të zgjaste rreth 30 minuta. Unë bas asaj isha për rrugë. Blini është bebi im i 4 edhe atë fashën me cilën baja Blinin e kam përdorur edhe për motrat dhe për vllajën e Blinit. E kam si mekanizëm, si mënyrë jetese, bashkëjetese me bebin. Blini ishte rreth ai bër 40 ditë. Unë nuk jetoj në Tiranë, kisha ardhur në Tiranë vetëm për mbledhjen, e kisha beben që flinte gjumë këtu në gjoks edhe arritëm, fillonte mbledhja. Dhe për mua që gjëja më e natyrshme se e kisha bërë dhe me bebet e tjera që në çdo aktivitet pune që shkoja e merja me vete, thash nuk po ja prish Terzin dhe po ngjitem për mbledhjen. Domethënë ishte një gjë totalisht naive, natyrshme, pa mision, pa objektiv për të tërhequr vëmendjen, kurse si jo, domethënë ishte thjesht një gjë që më vinte shumë natyrshëm dhe e mora me vete. Pastaj aty kur filloi mbledhja e komisionit, pash që hyri dikush me kamera nga gazetarët që ishin jashtë, po më vinte, po më filmonte, edhe unë isha okay, nuk ishte ky qëllimi, por ndodh, është okay. Unë mendoj që jeta në tërësi është një sekuencë sfidesh. Zakonisht më pyesin si ja del, po e vërteta është që unë nuk jam vetëm në këtë rrugtim. Kam një bashkëshor që është krah për çdo gjë, pra ne jemi një ekip shumë i mirë. Edhe në përgjithësi i kemi dhënë gjithmonë hapësirën njëri tjetrit. Pra në një moment të caktuar, arena është e imja dhe ai është pak më në backstage, merret me biznesin e vet, me profesionin e vet. Është shumë më full time ai me fëmijët kur duhet të jem unë më përpara. Po në epoka të mëhershme të jetës tonë familjare, unë kam qenë më mbrapa dhe ai ka qenë më në front line, le të themi. Kështu që kjo është si thua baza e gjës që ne jemi në marrëveshje me njëri tjetrin. Patjetër që kemi dhe nonën, gjyshen e kalamajve, vjerën time që është ajo pjesë e ekipit që na ndihmon për rritjen e kalamajve. Po në përgjithësi unë mendoj që shiko, jeta sa më shumë të kesh në tavolinë, aq më mirë i çon gjërat përpara, pra bësh sikur aftësohesh më shumë për të menaxhuar, ja kupton vlerën më mirë gjërave, merresh më pak me gjërat e vogla, se dhe në politikë, po dhe në jetën e përditshme, më duket sikur kur kemi shumë kohë të lirë, fillojmë i rimendojmë ato gjërat, bëjmë këtë procesin e overthinking dhe thjesht humbim kohën me gjëra të vogla, ndërkohë që kur uji rrjedh është dhe më i pastër, pra kur ti ke më shumë të bësh, mendoj që je edhe më cilësor në atë që bën. Për sa i përket pastaj trendit, të brezit tim, edhe timit, edhe shumë nga shoqjet e mia kanë një ose asnjë fëmijë për momentin. Mendoj është dhe çik zgjedhje personale, pavarësisht se unë kudo, në shoqëri, mes kolegëve, edhe në zonë, edhe në fushat kur dal, e nxis gjithmonë komunikimin në këtë linjë që shiko, nuk është aq e vështirë më të rrisësh kalamajt, hajde mos e rriten, hajde se bëhen. Unë mendoj që fëmijët i bëjnë njerëzit më të mirë. Mendoj që jam njëri më i mirë tani që kam fëmijë se sa kur nuk i kisha, pra bëhesh më i përgjegjshëm, ja kupton më shumë hallet edhe të tjerëve. Sikur ridimensionohesh. Kështu që sfidë mund të jetë, po unë personalisht nuk e shikoj si sfidë, e shikoj si një proces të përditshëm të zgjedhjeve që unë edhe im shoq kemi bërë për ta çuar jetën përpara me 4 kalamaj për momentin, them unë, nuk them me 4 kalamaj tonë. Kur fillon biseda që se vajzë e re, kështu dhe i them, shiko, unë e mas me numër kalamajsh këtë punë, se eksperienca të rrit për batut kjo. Partia Socialiste dhe Ilva në jetën e saj personale, ose të paktën Partia Socialiste që unë njoh në drejtimin e Edi Ramës, ka një tipologji që ka një lëvizje shumë të shpejtë, pra rikalibrohet, ridimensionohet, rienergjizohet për t'u përballur sfidave të momentit, sepse jetojmë në një kohë ku gjërat ndryshojnë shumë, hapi i ndryshimeve është shumë i shpejtë,
Dhe Partia Socialiste ka ditur të ruaj këtë tempin e nevojshëm për të qenë ajo Partia Socialiste që është sot në Kuvendin e Shqipërisë, e përfaqësuar me 83 mandate. Dhe për mua personalisht, unë kam qenë gjithmonë njëri që dua të bëj gjëra mirë, por edhe të eci me ritmin. Kështu që dhe pjesa personale ku nuk i shikoj gjërat si të vështira, po i shikoj si hapësira për të gjetur zgjidhje të reja, më shkon në karakter me tipologjinë e asaj që unë shikoj në Partinë Socialiste. Partia Socialiste është e zhurmshme, thatë jo. Po edhe mëngjesi im është aq i zhurmshëm. Pra ne jemi një familje që në përditshmërinë tonë zgjohemi herët, ushqimi do bëhemi gati, secili ka ato nevojat edhe tekat e veta. Kështu që ti mëson thjesht transferon atë mekanizmin e kooperimit e transferon nga jeta familjare në këtë habitatin politik, le të themi. Para se të angazhohesha në politik, kam pasur fatin në radhë të parë të rritem në një ambient familjar me një shpirt sipërmat, të cilin e kam dhe vetë. Edhe në përgjithësi unë nuk shikoj barriera, unë shikoj hapësira për të ofruar rrugëzgjidhje. Pra kjo është qasja ime. Dhe për sa i përket xhelozive, unë mendoj që varet sa ti ja lejon vetes ta perceptosh si xhelozi këtë. Më shumë e perceptoj si një natyrë njerëzore, normale, të gjithë jemi të ndryshëm. Unë vetë nuk e kam këtë konceptin e xhelozisë, se mendoj që ka për të gjithë, ka hapësirë për të gjithë dhe ka nevojë për të gjithë. Kështu që mendoj që shumica e njerëzve që duan të ecin përpara nuk merren me ato gjërat e vogla që po thoja pak më herët. Pra, ti zgjedh ta shikosh ambientin me atë përbrendësinë tënde, ashtu siç je ti, do ecësh përpara, do ja dalësh, pra nuk do merresh me gjërat e vogla dhe pastaj rrjedha do pastrohet. Po shiko, kjo është edhe në biznes. Për shembull, të t'jap një shembull shumë timin personal. I mat prej vites një sipërmarrës dhe nuk është e thjeshtë që unë e bija, jo më në një parti politike, po dhe ti kur je e bija dhe shkon i thua çiko se këtë biznesin mirë e ke bërë ti, po unë do ta bëj më mirë. Si, unë e solla deri këtu. Si ti sot vike ti, mandati i parë, viti i parë mbas shkollës, po e marr shumë hipotetike gjën domethënë. Si do e bëge ti më mirë. Kështu dhe aty unë e kuptoj, dhe e mirë kuptoj këtë gjë. Aftësia e gjithë secilit prej nesh është që dhe nga ata që kanë qenë aty më përpara, të mësosh diçka, duke lexuar dhe nuhatur ambientin, duke bërë një bisedë me dikë, se unë mendoj që nga të gjithë mund të mësojmë, edhe nga bebja ime e vogël 9 muajshe, ti çdo mëngjes ke mundësi të mësosh një gjë. Pra patjetër që dhe ata që kanë vite aty, aftësia e të rinjve do të ishte që përpos të gjithë konkurrencës, do thoja unë, jo xhelozisë, unë nuk e preferoj si term, po kësaj konkurrencës dhe kësaj ndeshjes së brezave, së ideve, së mënyrës së të bërit politik, se duhet jemi konshient që ka ndryshuar dhe mënyra e të bërit politik, edhe kjo është avantazhi i madh i Partisë Socialiste, siç e thash, në udhëheqjen e Ramës, që ecën përpara edhe me trendet, sepse ndryshe do kishim përfunduar edhe ne si motrat tona të Partisë Socialiste nëpër Europë, që jo gjithmonë në vitet e fundit e kanë performancën pozitive. Kështu që mendoj që është një hapësirë edhe për të mësuar edhe për të ecur përpara, se ndoshta përballja ideve na bën të ecim më mirë. Tani ka disa element që shkojnë përtej vjetërsisë dhe numrit të mandateve, le të themi. E para ka të bëjë lidhja me zonën. Unë personalisht vin nga një eksperiencë ku kam shkuar deputete në listë të mbyllur, duke mbledhur vota për Partinë Socialiste në një zonë, prej nga kam dhe origjinën familjare, që do të thotë
historiku jot familjar, rrethi jot familjar, ty të njohin, pra nuk je një deputet që vjen komplet nga jashtë. Patjetër që të mungon ndoshta eksperjenca e të bërit fushat, por jo domosdoshmërisht kjo është një gjë e keqe, sepse dhe këtu i kthehem profesionit. Unë jam arkitekte me profesion. Shpesh herë është më e vështirë dhe kërkon më shumë para të rikonstruktosh një godinë se sa ta ndërtosh atë nga fillimi. Dhe dikush që ka një model të bërit politik ndër vite, ndërkohë që skena politike dhe mënyra e të bërit politik ka ndryshuar, e ka më të vështirë ndoshta se dikush që vjen me një sy të ri, me një qasje totalisht të freskët dhe thot unë dua ta bëj kështu dhe krijon një qasje të re, se ndonjëherë dhe baza poshtë thot, po shqyqyr që erdhi dikush që di ta bëj ndryshe këtë gjë. Dhe unë mendoj prandaj ndër të tjera Partia Socialiste arriti të merrte 83 mandate sepse i kishte në listat e saj, në kandidaturat e saj, kishte njerëz që vinin me qasje nga më të ndryshmet. Pra kishte element për të gjitha llojet e audiencës, për të gjitha llojet e elektoratit. Që është avantazh mendoj që ne i kemi të gjithë aty. SPAK-u edhe të gjitha institucionet e reja të drejtësisë faktikisht janë aty prej vullnetit të politikanëve shqiptar, po patjetër është ndryshe kur ti e bën me vetdije dhe me ndërgjegje për ta çuar përpara, dhe është ndryshe kur ti je një grupim politik që ishe i detyruar ta votojë këtë gjë. Në rastin e Partisë Socialiste, ishte vullneti i Partisë Socialiste edhe i Edi Ramës personalisht për ta çuar përpara këtë sipërmarrje, do thoja unë, e cila vjen me shumë të mira, po vjen dhe me kosto qofshin këto dhe politike. Patjetër që është më e thjeshtë kur s'ke qenë pjesë e gjysë, siç e thatë edhe ju, pra nuk ke për çfarë të gjykohesh, sepse është historia që këtej na thon të rinjve, u thon, ju s'keni bërë asgjë, ku dini ju ta bëni këtë punë, po nga ana tjetër është dhe kjo, po unë s'kam bërë gjë, po nuk kam bërë asgjë të keqe. Pra, si thua, vjen me një bilanc zero. Ndërkohë që ata që kanë qenë pjesë e politikës, ndodhen në kontekstin ku mund të vinë me një bilanc pozitiv, mund të vinë dhe me një bilanc negativ. Pra, spektri është më i gjerë në rastin e politikanëve të vjetër. Të vjetër ose me më shumë mandate, se mos përdor termin. Kështu që në këtë kontekst unë mendoj që varet dhe këtë si e lexon. Domethënë, modo ime në përgjithësi për ato që unë bëj në jetën personale ose në politikë është që çdo gjë varet me çfarë lentesh e lexon. Edhe në raport me Edi Ramën, edhe me udhëheqjen e Partisë Socialiste, një parti e suksesshme, mendoj unë, por aq sa modestisht e them këtë, ka nevojë për të gjithë. Ka nevojë për njerëz që janë asete të Partisë Socialiste, që kanë qenë aty dhe mund të vazhdojnë të duhen, për ata që vinë nga jashtë, që nuk kanë qenë shumë të lidhur me politikën apo me Partinë Socialiste per se, por që mund të bëjnë një aset i vyer për drejtimin e vendit, se flasim gjithmonë politikisht, po kemi parasysh që qeverisja duhet çuar përpara dhe në norma teknike, kështu që pra ka hapësirë për të gjithë. Dhe për sa i përket SPAK-ut, për ta edhe institucioneve të reja të drejtësisë, patjetër që janë një e mirë apo një e keqe domosdoshme për ta çuar Shqipërinë përpara në rrugtimin e saj drejt familjes europiane. Në radhë parë, unë jam kthyer në Shqipëri dhe jam kthyer, domethënë ky rikthimi nuk është se ishte një vendimarrje, ishte më tepër një vendim i marrë më herët, ku unë shkova me idenë që të shkoj, të shkollojmë dhe të kthehem. Pra, projekti im ka qenë gjithmonë Shqipëria dhe ka qenë gjithmonë të rinë Shqipëri. A ka qenë projekti im të angazhohesha në politikë? Nuk mund ta them prerazi jo, po edhe po të mirëfill nuk e them dot. Pse? Se në tërsinë e gjërave, unë politikën e shikoj si një mekanizëm për të çuar përpara ca punë, ca ide,
në një nivel ndoshta më të lartë se jeta e përditshme dhe ajo që ti mund të bësh për komunitetin tënd të ngushtë. Pra duke parë politikën si mekanizëm, ti zgjedh të vish në Shqipëri, të punosh, qoftë kjo në sektorin publik apo privat, unë i kam provuar të dyja. Në sektorin privat më tepër kam qenë në trajton e sipërmarrëses, bashkë me tim shoq, bashkë me tim madh, domethënë kemi çuar përpara punë në sipërmarrje, por ndërkohë jam angazhuar edhe në institucionet publike në Shqipëri. Unë mbaj mend puna ime parë në Shqipëri ka qenë në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, në një moment shumë të rëndësishëm, ishte fundi i vitit 2014, ku Shqipëria ato kohë këtë institucion dhe Atelier Albania, që ishte një njësi brenda institucionit, e kishte shumë të rëndësishme, po hartoheshte plani i përgjithshëm kombëtar, planet për zonat e rëndësisë të veçantë, siç është Bregdeti apo zona ekonomike Tiranë-Durrës apo Durrana, që quhet sipas dokumentave të planifikimit, po bëheshin planet të përgjithshme vendore për të gjitha bashkitë, pra po bëhej një punë goxha e madhe për të ecur përpara, pra po bëhej një projektim i territorit shqiptar për të çuar përpara këto punë. Se ne shikojmë sot, flasim për zhvillimin ekonomik që ka Shqipëria, flasim për 12 milion turistë, flasim për zhvillim të turizmit përtej Bregdetit, ku ne kemi qenë një destinacion i njohur, ose destinacion i vetëm do të thoja, sot po zhvillohen bujtinat, agroturizmi, po zhvillohen malet, lumenjt, ke rafting, i ke të alpinizëm, i ke të gjitha këto lloje. Por po projektohej Shqipëria që aso kohë. Një nga projektet e rëndësishme atëherë ishte rilindja urbane, që njerëzit e anatemonin si kështu lëvizje politike. Ajo është një projekt i pastër ekonomik, i cili po ja shohim ne të mirën sot me zhvillimin e turizmit. Pra në këtë kontekst po ndodhin gjëra në Shqipëri. Unë nuk kam ardhur me idenë që do hyja këtu. Kam bërë rrugtimin tim dhe u ndodha në një nga valët e rienergjizimit të Partisë Socialiste, pata fatin të fati është llafi i madh, po ndonjëherë je në vendin e dur, në momentin e dur, thua ato gjërat që ti mendon dhe njerëzit në atë tavolinë, konkretisht kryeministri Rama, ishte prezent dhe më thotë shiko, në kontekstin e rienergjizimit të Partisë Socialiste, unë mendoj që ti duhet të angazhohesh. Okej, thash. Okej, sepse siç thash, nuk e kam menduar politikën që duhet ta arrijë, se duhet bëhem politikane. Me shpirtin e sipërmarrësit dhe të aventurës në jetë, në sensin që do përballem me çat më dali, nuk e shoh veten në korniz, pra duhet të jem politikane, duhet të jem deputete, duhet të jem këtu, duhet të jem atje. Unë duhet të bëj një rrugtim që të jem e lumtur me vete, të lë një emër të mirë për vete dhe për fëmijët e mi, po në fund ditës të jap atë kontributin që Shqipëria të bëhet pak më e mirë, se unë kam zgjedhur të rris këtu fëmijët e mi. Kështu që qoftë kjo te lagja ime, qoftë kjo tek zona ime elektorale që sot është më e madhe se një bashki, apo qoftë kjo në nivel kombëtar me atë ekspertizën teknike që unë mund t'jap, siç edhe jam munduar në këto detyrat që kam bërë. Turi punët për Shqipërinë, në të vërtet, është shumë herë më i lidhur me llogaridhënien se sa me propagandën. Dhe pse e them këtë? Unë personalisht jam një nga njerëzit që nuk kam një marrëdhënie shumë të dashur me rrjetet sociale, pra nuk postoj mjaftueshëm, do thonin followersat apo ndjekësit e mi në rrjetet sociale, por kam kuptuar që sa herë që unë postoj diçka dhe unë them diçka, njerëzit janë të etur për ta dëgjuar. Qofshin ata që na kanë qejf, qofshin ata që s'na kanë, po në përgjithësi duan të dëgjojnë, pra preferojnë që ti të jesh në rrjetin social apo dhe në televizion. Problemi është që koha televizive është shumë e limituar, edhe çfarëdo që ti të thuash në televizion, ndoshta dikujt nuk i bie rralla ta dëgjoj. Unë e shikoj vetë, unë mbasi mbaroj angazhimin tim politik, apo pra qoftë në Tiranë, qoftë në zonë, kur kthehem në shtëpi nuk më bie në mend që të ndes televizorin dhe të shikoj çfarë bëhet. Dhe shumë nga njerëzit në bazë, në përzona, nuk kanë kohë ta shikojnë televizorin.
Dhe nga ana tjetër ti kur je në televizion ti vetëm flet, ti nuk i dëgjon ata. Ndërkohë që kur zbret poshtë dhe ti takon të gjithë njerëzit e komunitetit, ke mundësi që dhe pikërisht të bësh llogaridhënie, se shiko, duket kështu sikur ne shkojmë dhe vetëm flasim atje, ndërkohë që është e kundërta. Të paktën në ato takime që unë kam qenë dhe jo vetëm të mijat, po dhe me ministrat, me drejtuesin e grupit parlamentar, për shembull që unë kam dhe drejtues politik në zonë, apo aty ku është dhe vetë kryeministri, ne flasim dhe pjesa që del në media është pjesa që ne bëjmë këtë prezantimin të atyre punëve që janë bërë. Por ka edhe një moment të dytë, i cili shpesh herë zgjat shumë se pjesa e parë, ku ne ulemi dhe dëgjojmë se çfarë duan ata, se çfarë ka nevojë, se ku e kanë mllefin për një gjë të cilën ndoshta dhe mund t'ua kemi premtuar ndër vite dhe nuk kemi arritur ende t'i japim një produkt të nevojshëm, po e mirëpresin të gjithë qytetarët kur ne dalim në terren, në territor, janë të kënaqur me këtë gjë. Thotë, është gjë që erdhët se ka qenë një model, thonin, që vinin vetëm në kohë fushate. Dhe turi punët e Shqipërisë po pritet shumë mirë faktikisht, sepse njerëzit ndjejnë që kanë një hapësirë, një forum për të thënë problematikat e tyre, po dhe ne kemi një moment për të thënë që shiko se këtë gjë nuk kemi arritur ta bëjmë për këtë arsye. Por po bëjmë një kalendar për të shpërndar këto nevojat që janë ende të paszgjidhura në zonën tuaj. Kështu që është një tur i domosdoshëm komunikimi dhe bashkëbisedimi. Unë jam çik njëri besimtar, edhe them që nëse ne jemi në një vend të caktuar, jemi se Zoti ka dashur që ne të jemi në atë vend. Përpos të gjithë punës që ti duhet të bësh për të qenë në atë vend. Pra janë të dyja, ti bën punën, po nëse nuk e ka shkruajt tjetër kush që është shumë mbi ne, ti nuk mund të jesh aty. Kështu që këtë pyetje ç'dua unë këtu kam mësuar në përgjithësi mos t'ja bëj vetes. Nëse jam këtu, duhet të përballem me këtë gjë, duhet të eci përpara se kështu duhet. Është një fuqi më e madhe se unë që do që unë të jem këtu. Po patjetër që në nivelin pastaj më të vogël, më njerëzor, ti thua seriozisht e kanë këta apo? Kjo gjua sidomos e keqe që përdoret, unë kam problem edhe për sa i përçohet fëmijëve, se si thua, mbas një moshe të caktuar ne jemi të rregjur edhe nuk na bën përshtypje se çfarë dëgjojmë, edhe ata të tjerët që janë më të rritur e dëgjojnë dhe nuk u bën përshtypje, po me fëmijët dhe me brezin e ri, me atë brezin të cilin ne kaq shumë bërtasim që duhet ta mbajmë në Shqipëri. Po si do ta mbajmë ne? Kur politikanët lajthisin dhe ulërasin në sallën e parlamentit me një fjalor jashtë normave shoqërore. Kështu unë mendoj që çdo kush që del dhe i përdor këto fjalë dhe këto tone aty duhet të reflektoj pak dhe pastaj se shpesh ndodh që këto njerëzit që përdorin këtë fjalorin janë dhe ata që bërtasin po na ikin të rinjt. Po si të rinj. Pra, ti çfarë modeli jep nga vetja? Absolutisht që unë kam komunikim, bashkëbisedim, ai sa na lejohet. Jo sa na lejohet, në sens ai sa hapësirë kemi. Se nuk dita të merr përpara dhe jo gjithmonë ke nget të ulesh, të pish një kafe, se nga larg paragjykohen njerëzit. Unë zgjedh mos të kem opinion për asnjë njeri deri në momentin që të paktën kam shkëmbyer disa mendime personalisht me të. Pra nuk ndikohem shumë nga çfarë dëgjoj. Dhe mendoj që në anën tjetër të sallës së kufundit ka patjetër çuna, goca, burra, gra të rinj në politikë, por me potencial të madh, të aftë, shumë njerëzor, me norma sociale shumë të mira, por u shtofshin. Sepse mendoj që për vetë mënyrën se si ka ndryshuar arena politike në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, se ne shpesh herë kemi këtë antagonizmin me vendin tonë dhe na duket sikur jashtë çdo gjë bëhet më mirë se këtu te ne. Por mendoj që me kalimin e kohës edhe të gjithë të rinj duke marrë hapësirën e duhur dhe duke pasur qasjen e duhur në arenën politike,
shpresoj që do sjellim një model të bërit politik më pozitiv dhe të bërit politik duke e parë politikën si mekanizëm për zgjidhje, për kontribut, për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë, më shumë se sa si objektiv në vetvete për të veshur xhaketën e politikanëve. Kur vjen puna për dëshirën për të qenë pjesë e familjes europiane, mendoj që këtu kalojmë përtej ngjyrave. Është një dëshirë e bartur ndër breza e të gjithë shqiptarëve. Edhe para se të jemi politikanë, ne jemi shqiptarë. Kështu që mendoj që kontributi këtu duhet të jetë një angazhim personal i gjithsekujt prej nesh, në të gjitha karriket e sallës së kuvendit, për të bërë një gjë të mirë në këtë moment, ku dhe gjeopolitika është në krahun ton. Se ti mund të jesh gati, po të vjen momenti. Pra ne jemi në një moment të dobishëm, ku mund të bëjmë një gjë shumë të mirë dhe në aspektin e integrimit mos të shikojmë ngjyrat dhe mos të shikojmë agjendat politike të partive, por të shikojmë nevojën për ta çuar përpara misionin dhe dëshirën dhe vullnetin e shqiptarëve për të bërë më në fund pjesë e kësaj familjes europiane. Pastaj sa i përket këtyre pakteve, okulte jo, okulte, unë mendoj që kur vjen puna për Shqipërinë, nuk duhet të merremi me këto gjërat e vogla, duhet të ecim përpara me vullnetin për ta çuar më në fund veten pjesë të asaj familje që gjeografikisht jemi pjesë, po dhe politikisht kemi mundësinë për të qenë.